Po, softa, duhet vim dhe pak bashk, ndalemi pak tek Lushnja. Lushnja, Vlora, Fieri dhe disa zona tjera kanë qenë, me qenë se përmendëm 97-ën, kanë qenë banda të krijuara kryesisht në këtë periudhë. Dhe kryesisht të banda kanë qenë të lidhura në mënyrë indirekte edhe me politikën dhe me politikanët shqiptar. Sigurisht që koha për cilën ata u organizuan dhe aktiviteti që ato kanë kryer ka qenë një periudhë shumë e vështirë që qytetarët shqiptarë është mirë të mos e kujtojmë për shkak të hapësirave të krimeve që ato kanë kryer. Krimeve, vuajtjeve, në thëshata ka qenë një krize vërtet humanitare në çdo aspekt. Rënja e institucioneve shtetërore, dobësimi i këtyre institucioneve, mos reagimi në kohë, anarkia totale. Njerëz që vraponin kush e kush merrte dhe siguronte një thes me miell, pra një lloj pasigurie totale në vend. Madje kishte edhe zona ku një pjesë dominonin dhe drejtonin ata, bllokimin e urave, bllokimin e rrugëve dhe armatose totale, edhe një pjesë të fëmijëve shikoi me armë në rrugë që i përdornin. Unë kam qenë në Tiranë, sigurisht në atë periudhë ka qenë një periudhë shumë e rëndësishme, lidhur me aktivitetin për ruajtjen e institucioneve të rëndësisë veçantë, por jo vetëm, duke kryer edhe detyra të tjera të cilët tekalonin, po themi, kompetencat brenda sigurisht ligjit për policinë e shtetit. Por ndihma e dhënë ndaj tyre bëri që të pati mundësi që të paktën në Tiranë institucionet kryesore dhe ambientet e tjera të mos prekishin dhe mos kishim dominime të kësaj natyre. Po, Petraj, për ta zauruar çështjen e grupeve kriminale. Për sa i përket disa ngjarjeve të cilat ju e shprehet edhe pak më përpara pse janë, pse ndodhi kjo pjesë ka një vijimësi. Ka një vijimësi. Nga brezi në brez, rritën e kanë ardhur si pasojë e 97-s. Po shikoni 97 ka qenë pjesa më tragjike e Shqipërisë. Ka qenë pjesa për të cilën mban përgjegjësi sot është akoma gjallë. Nuk i ka hyrë asnjë gjë në këmbë dhe nuk mban përgjegjësi për Zoti Berisha. Zoti Berisha ka qenë president i vendit, ishte personazhi kryesor i cili ka dalë me zëdhën figurë dhe ka thënë që të shtypi me zjarre me hekur jugun, ka nisur 2 avion në jug për të goditur Delvinën dhe Gjirokastrën dhe Libohovën. Ka nisur 2 avion reaktiv nga pjesa e qytetit Stalin, nga baza ajrore e Kuçovës. Ka qenë pjesa tjetër... Ata që dezertuan në Itali. Ka qenë pjesa tjetër që nisi gardën, armatosi strukturat e atërshme të partisë vetë në përreth... fillimisht edhe... Strukturat e partisë vetë dhe të ikim të sulmojmë jugun që shkuan deri në qafë Koshovicës dhe u kthyen sepse do bëhesh tragjedie e madhe. Kjo tregoi dhe futi atë ndjenjën e ndasisë të madhe veri jug. Pra, në atë kohë, Sali Berisha një